mbrëma të gjithve. Mirë se keni ardhur sonte në Top Show Magazin, në këtë transmetim të drejt për drejt. Mirë mbrëma juve që po na ndiqni nga ekrani i televizionit tonë. Siç e shikoni, skena studio është veshur me ngjyra dhe këtë mbrëmje janë rikthyer pikërisht këta artistë të Rrëshenit që do të kenë sonte në pjesën e parë një performancë të jashtëzakonshme dhe një duartrokitje për të gjithë që janë këtu. Mirë mbrëma. Kush e ka përjetuar periudhën e para viteve 90, natyrisht që ka jetuar në të dyja periudhat, në atë periudhë komuniste dhe në këtë të tanishmen, me siguri e kujton vitin 1978, festivalin e Gjirokastrës. Piuve që morë provi Qamatanin akpicës doktori Për mes fushës dhe kal me këshoja Bashës si fletë dhe kur hapë shqiponja Për mes fushës dhe kal me këshoja Bashës si fletë dhe kur hapë shqiponja Hagëbyje ka kur e vekur E të ndërkokna e ju beshtrolin Gjamatani vitës doktorin E të ndërkokna e ju beshtrolin Gjamatani vitës doktorin grup që është jashtëzakonshëm, grupi emblematik I burrave, sa më thotë Hysni Zela në një intervistë thotë, ku janë ato 9 zëra sikur oshtin 9 male kur këndojnë ata. Ky grup në fakt bëri revolucion në folkun shqiptar. Dhe është grupi I Mirditës, unë nuk kam dëshirë të flas me patetizëm për thënë që e bëri Mirdita atë, por realisht
e bëri grupi i Mirditës. Përsëritet disa gjëra nga era e kaluar dhe unë do përsëris një gjë që e kam thënë erën e kaluar. Po patë mirëditor studio, jera hat sepse për oratori janë në rregull. Ta dëgjojmë grupin e burrave të Rrëshenit me Celsi Stopulli Ra Hotelin. Shtat krajna do të luftova, të kam Lavria dhe kam Kosova. Hej, 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 për gëgoje me besën e burit, lidhe kombijo rreth flamurit, lidhe kombijo rreth flamurit, o Rrëshenit i falenderojmë për pikërisht këngën e Celsi Stopullit. Po më vinte Bajua, nuk më vinte Cercizi. Ndërkohë, disa prej këtyre teksteve ne tham janë viteve 60, viteve 70. Ne themi grupi burrave të Rrëshenit, po në fakt nuk jetojnë në Rrëshen, këta kanë lëvizur në gjithë Shqipërinë, kanë Shkodër, kanë Lezhë, nuk e di ku ka në jug të Shqipërisë, nuk e di ka apo jo. Në Durrës ka. Ju thoshit atëre më kollaj hyn byro politike. Po kështu ka qenë, bilesisht e hap jo si kështu thjesht i batut, po thuaj, në byron politike mund të hyet më kollaj se sa në grupin e burrat Mirditës. Po pse thuaj kjo? Pikrisht për atë që ata bën. Justi Zela më thonte kaq që unë dilja nga skena nga pas dhe dëgjoja si vijnë këto zëra dhe unë nuk guxoja të isha pjesëtar. Ky grup që është i jashtëzakonshëm, grupi emblematik i burrave, sa më thotë Justi Zela në një intervistë thotë ku janë ato 9 zëra sikur oshtin 9 male kur këndojnë ata. Unë mund të them që grupi i burrave është formacioni orkestral vokal më i suksesshëm në të gjithë historinë e skenës mirditore, por jo më tej, ai ka dhënë mjaft edhe koncerteve qeveritare të asaj koshme. Unë tash unë kam shkruar vetëm ca vargje për këtë grupin e burrave, për si vlerë shpirtërore. Edhe u them kështu, kur ndizni vëllezër melodinë ndërtela dhe shpërdani jonet e këngës plot shkëlqim, ndjej si gurgullojnë gurat e thella nga trungu i lashi dhe utim. Bimaje male shpret Kamberloshi, të dala i kuna nga e fosi i gegve, del preng Markola për i roshi si liz vigan për balë shkjeve. Shumë e bukur. Them diçka se kur gjojmë ato meloditë të drejtuar nga mjeshtri Picaku, për të cilën duhet falenderuar që punë jashtëzakonisht e bukur e tij. Djalit futet e pori, as du
duar e i pandar, është përballë me sfidat i jetës, veç një gjanë si a lejon e vetës. Kush është burre, kush është trim, nuk ban gjak pare lypa i tim, se të mbahet në dër pushka, e të mos derin të lahuta. Me pajtue nuk është marre, kështu kombi nuk telefare, me zjadore në njani di jetrit, si dikur qurthoni di vjetrit. Kush është burre, kush është trim, nuk ban gjak pare lypa i tim, se të mbahet në dër pushka, e të mos derin të lahuta. Të koft, fal gjaku vlla.